Këtë vit pritet të nisin punimet në rrugën Cvetan Dimov në Çajër, njëri nga bulevardet më problematik të qytetit, ku çdo ditë është rëmuj. Projekti kaloi në Këshillin e qytetit të Shkupit, ndërsa për zgjerimin e këtij bulevardi do të duhet të ekspropriohen rreth 20 objekte, obligim që e ka marrë kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Ѓорѓевски. Да се изработи проектот ќе биде на општина Чајри, вчера тоа го направивме со одлука на Советот и воспоставување на меѓуопштинска соработка, а ние ќе го финансираме, исто така и ќе вршиме експроприацијата на целиот поток. Тоа нема да е проект и јас нема да никогаш да дадам ветување кој што нема да го испорачам. Нема да биде проект кој што ќе го завршиме за неколку месеци. Таму не чекаат сериозни активности. Најпрво поврзани со околу експроприација, чистење на трасата и се останато што ќе значи реализација. Kryetari i Çajirit në Klik Plus tha se për këtë projekt nuk ka kompromis, sepse siç thoi është arterie kryesore e komunës. Pika më kritike është ndërtesa që ka mbetë prej kohës së komunizmit, ndërtesa përballë shkollës Liri. Të tjerat edhe ato që kanë ndërtuar, domethënë objekte të përkohshme, e din vijat e kuqe, edhe ajo që do prishet, domethënë do dëm shpërblim, se ka një buxhet diku 2 deri 3 milion euro, për dëm shpërblim të këtu kompromis nuk ka, për shkak se është arteria kryesore e Çajirit. Projekti parashihet të realizohet në segmentin nga kryqëzimi me Nikola Karev deri te kryqëzimi me John Kennedy, me vlerë 150 milion denar dhe afat realizimi 2026 deri 2028. Gjatë kësaj periudhe duhet të zgjidhen disa çështje, të përpunohet projekti, të kryhet ekspropriimi i objekteve, të ruhen ndrunjt si dhe të planifikohet e gjelbërimi qendror.